tashmë me Katerinën. Mëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur, sot më je bërë shumë e bukur. E mblodha dhe një për këtë javë. Kam thënë do mbaj shënim të gjitha krahasimet e tua dhe komplimentat e javës. Të falenderoj shumë. Një Barbie e vërtet, por me këto trëndafila ke ndryshuar krejt. Erdhi e premtja? Erdhi e premtja, si gjithmonë, do me thënë fundjava, por sigurisht që unë në fillim duhet të përshëndes amisat e mia, duke ju uruar si gjithmonë një ditë bukur dhe i ftoj këtu te këndi i gatimit për të parë receta që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të përcjellim? Gatimet të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme. Nga ato që bëhen për fundjavë, që do të thotë duam të bëjmë ndonjë picë, që është një gatim i shpejt për të shtunë apo të diel në mëngjes, që jemi gjithë në familje. Sidomos për fëmijët, ata e kanë shumë për qef, do me thëmë për zemër të gjëra. Nuk duam të bëjmë brumë, por kemi bukë që na ka mbetur, ose mund të përdorim edhe nga këto simitet, këto të cilat kemi si bazë për pjesën e brumit të picës. Kemi mix këto, si thua, salamra që na kanë mbetur, prosciutto të ndryshme, çfarë mund na kenë mbetur neve, nga ato që kemi marrë dhe i kemi përdorur për fëmijët, për toste, për gjëra të ndryshme. I bëjmë një grirje të hollu, me thënë të gjitha, një përzierje nga mix nga ato që kemi, dhe tjetër çfarë na duhet, një djath pice. Çfarë djath, me thënë një djath për picë. Gjithashtu ndonjë spec, ndonjë domate, të cilat domatet mundet edhe ti vendosni kështu të zihen si kanë vendosur. Unë i pash domatet që po ziheni, po mendova se po përgatisje ndonjë salcë për gjell. Po ndërkohë ti po bën salcën e picës, po themi vetë. Okej. Pra mund të keni 1-2 domate në shtëpi, grim në një qep të vogël, me thënë të gjitha këto në blender, ose mund t'i bëni edhe në copza si të doni juve, një majës kështu patjetër edhe krip, një majës sheqer, nëse nëse keni pak ketchup mund t'i shtoni pak nga jo, ose nëse nuk doni të përdorni sheqer, mund të shtoni pak karot të grirë holl, do me thënë të gjitha në makinë grirë, se pasaj që edhe mos të jenë kështu copza të mëdha, dhe përgatisni këtë salsën, që siç e shikoni, tani unë e kam gati për ta hequr, se dua që të më ftohet salsa, edhe ta kem këtu për të përgatitur picën. Por neve sot nuk do të fillojmë me picën, përveç se kësaj, do ju tregoj se si mund të përgatisim një supë që të bëhet me krahët e pulës. Me krahë pule, sepse siç e dini, kemi thënë gjithmonë që këto nxjerrin një lëng shumë të mirë dhe na bëhet një supë shumë e mirë dhe shumë e shijshme dhe e shëndetshme. Nuk do të përdor asnjë gjë brenda. Kjo supa mund të shoqërohet, nëse e bëni për drek për shembull, mund të bëni këtë për drek dhe ta shoqëroni me këtë supën, që do të thotë këtu neve do të kemi vetëm ujë, krahët e pulës, ginger edhe speca. Janë këto specat që nuk janë shumë djegëse faktikisht. Kanë atë djegjen aq sa duhet. Dhe në një bashkëpunim të mirë me lëngun që do të nxjerrin këto krahët e pulës edhe me gingerin, patjetër krip edhe piper, do të shtoni veçse një lugë o vaj ulliri ose gjallë, asgjë më tepër është e mjaftueshme, pra duam një supë të lehtë dhe gjithashtu në fund fare qep të njom, do me thënë një qep të njom është mjaftueshëm ta grini imët, edhe e bishtat edhe të bardhën e qepës, për ta servirur në momentin e fundit. Ne do të fillojmë me supën sepse duhet ta vëmë që të na bëhet gati. Ndërkohë kam edhe një ëmbëlsirë në fund. Okej. Po, një kabuni, jo kabuni tradicionale, por një kabuni që do ta bëjmë me atë orizin basmati dhe me kumbulla të thata. Dhe ka shkon orizin me kumbulla. Me thënë, janë pak përbërës, por shumë shije dhe ca ndryshime do me thënë të vogla. Shumë mirë. Pas kemi receta për të mos i humbur sot, të cilat mund të jenë zgjedhja juaj e fundjavës, pra një gatim të shpejtë që shijon shumë për fëmijët, një supë të jetë të shëndetshme, por me pak përbërës gjithashtu, edhe orizin basmati me kumbullaj që do të sjellim përsëri një shije dhe një miksi të dyjave që shkojnë shumë. Orizin e dim që kombinon fare mirë me produkte të ëmbla, si rushi i thatë, me fruta të thata gjithashtu, dhe për më tepër, meqense jemi duke përmendur orizin, të doja t'ju kujtoja se kompania Teuta është ajo që mban vendin e parë në tregun e produkteve ushqimore, ku bëhet fjalë për orizin edhe jo vetëm. Ndaj edhe këtë orizin kokërgjate të hollë të bardhë basmati do t'ju sugjeroja ta merrnit në logon e Teutës, jo se gatuajmë ne këtu, por provojeni, merrni një paketim, qoftë edhe të orizit gold të varianteve të ndryshme dhe do të kuptoni që ne nuk i themi këto thjesht sepse duhet ja u themi, por sepse vërtet bëjnë një diferencë në produktet, në treg,
vaj, il diell gjithashtu mikset e ndryshme të farave, sheqeri, niseshtja e tjerë. Ajo logoja e të utës gjendet në shumë produkte ushqimore, e cila ju ofron gjithashtu një siguri maksimale. Unë në këtë minutazh të shkurtër kur përmend bashkëpunëtorët tanë, doja t'i përmendja të gjithë një herazi, sepse janë të gjithë po aq të rëndësishëm në këndin tonë të gatimit. Dhe do doja gjithashtu të çoja një falënderim dhe t'ju kujtoja se Mielli Ola është ai që na jep suksesin e përditshëm në gatimet tona, si mielli për çdo përdorim me paketimin blu, mielli për pica, mielli i thekrës, mielli farinap për kek apo ëmbëlsira të ndryshme, mielli i misrit i verdh apo i bardh. E rëndësishme është që ju të bëni zgjedhjen e dur, të dini çfarë fusni në shtëpi, të dini çfarë gatuani dhe çfarë shijoni. E sigurisht që frigoriferi nuk ka kuptim pa vezën, është ajo kokra që qëndron gjithmonë aty në vendin e vet të dedikuar për vezën, dhe është veza O Vital, ajo që ne gatuajmë dhe konsumojmë në Vila 24, dhe është veza O Vital e sigurt dhe e preferuara e juaja në çdo stil me sigurinë e saj maksimale. Dhe pastaj ne që kemi fëmijë dim shumë mirë që ajo kërkesa më bë diçka për të ngrënë, vjen edhe kështu papritur në orare të ndryshme të ditës, kur nuk është se kemi gjithmonë gati. Dhe janë salçiçet Woody që na shpëtojnë nga situata, një sanduiç të thjeshtë, pak majonez, një salçiçe Woody, edhe fëmijët e shijojnë po kaq shumë, dhe jo vetëm fëmijët, po edhe ne ndonjëherë duhet marrim diçka me vete për në punë, apo duhet ham diçka shpejt në shtëpi dhe s'kemi bërë gati asgjë. Po, është e vërtetë, Anil, këtu kam dhe copza nga salçiçe. Domethënë të cilat siç e shikoni, po në copza të vogla, nuk ka nevojë që t'i lëm shumë në fetza, në copza të vogla. Domethënë i kam bërë copza të vogla që të bëhet ajo shtresa që do të vendoset, të miksohet dhe me djathtin po me djathtin e këto që të japi një shije dhe mos të na ngelin, domethënë të konsumohet me copza të vogla, jo të mëdha. Atëherë, unë do të filloj. Thamë fillimisht këtu neve kemi vendosur në ujë të ftohtë sepse do të bëjmë supë, kemi vendosur këto krahët e pulës, do ta lëmë që të marrë një val dhe do të shtojmë menjëherë këto specat edhe xhinxherin fillimisht. Me këto do të fillojmë. Në rregull. Dhe më pas do të vazhdojmë edhe me dy recetat e tjera, të cilat duken të thjeshta në dukje. Ne mund të lexojmë pak recetat së bashku, të cilat ende si kemi parë në ekran. Është ai momenti që ju doni të shikoni edhe një herë më konkretisht se çfarë përbërësish ka secila prej recetave që ne prezantuam që në nisje të këndit të gatimit, dhe sot po përgatisim, pra siç Katerina na tha, një supë me krah pule e xhinxher, një pjatë ideale për të nisur vaktin e drekës. Dhe kjo supë do të na dojë 1 kilogram krah pule, një copë xhinxher, 4 speca djegës jeshil apo të kuq, pak djegës, pra të mos e bëjmë atë shijen më pikante se ç'duhet. Ne duhem bishtaj qepe, majdanoz, limon, krip edhe piper. Një supë e thjeshtë ku shija e pulës do të jetë ajo që do të mbizotërojë e xhinxherit dhe specit pa përzierje të produkteve të tjera. Do të bëjmë një picë këtë herë duke mos bërë një brumë, po duke përdorur simitet apo bukën që her pas here mbetet në shtëpi. Mix djathrash, salam, 4 simite, 3 vezë, gjysmë filxhani qumësht ose pana, 1 domate ose ketchup, gjethe borziloku, rigon edhe piper do t'jenë përbërësit që do të mbushin këto simite dhe do t'a kthejnë në një shije pice. Gjithashtu sot do t'sjellim për ju një kabuni me kumbulla të thata, dhe kjo recet ka 1 filxhan oriz basmati, 2 filxhan ujë, 150 gram kumbulla të thata, 2 lug gjalp, 1 lug vaj, 1 lug kanell, 2 lug sheqer kaf. Shumë e shishme del kjo kabunia, ndaj mund ta përgatisni me qenë se kemi përpara fundjavën, edhe ka nevojë ndonjëherë të ketë diçka ndryshe nga përditshmëria ajo tryeza e fundjavës. Pse jo, të tëra këto që sjellim sot mund të jenë alternativat e zgjidhjet tuaja. Kati po merret me xhinxherin. Me xhinxherin, sepse nuk do ta hedh kështu copës të madhe. Do ta gri pak imët. Mund ta bëjnë anvisat edhe në makinë grirëse, por edhe kështu bëhet. Nëse nuk e keni atë mundësinë, domethënë që ta grini në këtë mënyrë, me kuptoj? E bëni në makinë grirëse. Katja, rrezikojmë ne ta bëjmë të supën pikante pak më shumë se ç'duhet, edhe specat tham që janë pak djegës, edhe xhinxheri gjithashtu ka atë djegësirën e tij kur konsumohet. Jo, sigurisht ke të drejtë Anila, por jo, nuk, domethënë këto speca nuk janë ato specat e vogla që janë shumë djegëse. Jo, këto janë, domethënë, japin aq sa duhet. Edhe 3 janë mjaftueshëm. 2 unë do t'i bëj kështu në copza të vogla dhe njërin do ta hedh kështu të plot. Kështu që nuk rrezikohet. Ndoshta këto janë pyetje që i kanë edhe zonjat nga shtëpia. Me të vërtetë e bëre, domethënë mirë e bëre këtë pyetjen, por
aq sa hedhim, është si thua për të marrë një shije shumë të mirë dhe kjo është përveç se një supë si thua që është pak si pikante, por ka dhe vlera të mëdha ushqimore. Po. Atëherë marrim edhe një me 2 speca, njëri do ta hedhim kështu të plot në tenxhere. Okej, të zihen bashkë me krahët e me krahët e pulës. Edhe këto tani do t'i hedhim, po thjesht bëjmë edhe grirjen e tyre. Heqim pjesën e farzave. Po. To është mirë që t'i heqim, se që është e vërteta, edhe kjo pjesa e tullit nuk është edhe kaq e mirë, kështu që mundohemi t'i pastrojmë këto. Heqim edhe këtë pjesën tjetër. Nuk kanë djegje, këto kanë një djegje të lehtë, aq sa duhet dhe një djegje të këndshme faktikisht që jep për shumë lezet të supës, ja bën shumë të shishme, edhe është ajo që të thashë na e bën shumë të shëndetshme. Ka njerëz që preferojnë shumë specin djegës, dhe por kjo lloj supe është e veçantë. Ma, po më duket si ato supat antigrip. A ke parasysh janë këto supat që shpesh konsumohen në kohë virozash, që vijnë pak djegë, se shtojnë pak dozën e piperit, të specit, krahët e pulës gjithashtu përdoren për supë. Kështu që më pëlqen. Dhe do të kombinonte shumë mirë dhe me këto. Po, kjo do të ishte një ditë e tërë. Një ditë e tërë. Prandaj mendova kështu. Këto simitet që vinë në formën e picës, edhe një kapuni pastaj kështu gjatë ditës. Nuk shtoj asnjë gjë brenda, thjesht vetë se këto do të jetë lëng. Po. Asnjë gjë, thjesht vetëm këto. Po i dua domethënë që të coptohet, mos të jetë shumë në copza, domethënë në kubik të vegjël, të jetë sa më imët. Edhe në fund thamë që me limon dhe majdanos dhe me bishta qepe kombinohet mjaft mirë. Ja, dhe gjinxheri u coptuar mjaft. Shumë mirë. E kemi në rregull tani. Ajo që ngelet është për ta shtuar tek krahët. Do ta shtojmë tani apo në një moment tani? Okej, pra do të vazhdoj zgjerrja. Nuk ka asnjë gjë, thjesht. Shumë mirë. Do të ndihmoj me? Jo, e kapet të gjitha. Bravo, Kati. Shumë mirë. Ka ngelur edhe pakës këtu për marrë. Asgjë nuk çojmë dëm, njësoj si ju në shtëpi, do ja gjejmë vendin të gjithave, sepse kemi thënë që ushqimi përveç se duhet respektuar, por duhet respektojmë pak edhe xhepin ton. E dim që pjesa më e madhe e familjeve të ardhurat mujore i çojmë për ushqim, ndaj edhe ne njësoj si ju do të kujdesemi po njësoj edhe për një copës ginger që mbetet, po dhe për ca bishta qepe, po dhe për një filxhan oriz që është aty në shtëpi. Kati na ka thënë që 2-3 përbërës ne i kthejmë në një supë, i kthejmë në një gjell, i kthejmë në një vakt dhe nuk duhet të shpërdorojmë asgjë. Vërtet që nuk duhet të shpërdorojmë asnjë gjë. Janë kohët të vështira, po dhe në kohë të mira, ushqimi është ushqim. Dhe në kohë të mira, është aty që unë thoja fëmijëve, gjithë tani po e thema që buka të zë syt. Po pra ato dua, prandaj thash në fillim që duhet ta respektojmë vërtet, të vlerësojmë atë që kemi, ato pak gjëra, rëndësika të gatuaj me dashuri, të mendojmë për ata njerëzit që do ulen rreth e qark tryezës, për familjarët tanë, dhe të shijojmë së bashku një pjatë supë të ngrohtë të shishme, siç Kati na e bëri sot. Tani, ç'do bëjmë? Neve, meqense kemi kohë, unë mendoj që të fillojmë me kabunin, edhe të lëmë të fundit të picën, apo të bëjmë si kemi kohë, nëse kemi Nuk e kam idenë e kohës fare, po ja do na e thon tani. Na thoni pak sa minuta kemi që të orientohemi deri diku. 7 minuta, po kemi, mjaftueshëm. Po atëherë do vendosim picën. Si vendosim picat, që t'i vëmë në furrë, të fillojnë të marrin atë pica, po i quajmë ne, se janë me mbushjen e picës dhe kanë shijen e picës, por po i bëjmë me simite, të cilat shpesh nesin në shtëpi. Sini në një tavë të cekët, faktikisht se kështu duhet. Sini, po. Tani, unë faktikisht e kjo do hedh pak kështu salcë. Aha, kështu një shtresë. Këtë thashë salsën që do t'a bëni, mund të shtoni dhe pak borzilok brenda. Te kjo salsa. Po i shtuam dhe borzilok nga 2 thelpi hudër, apo salsë për makarona ajo? Ndjerë se kam shtuar edhe hudër brenda. Po e ke bërë si salsa makarona, ajo klasikja. Kesh me borzilok, me domate të skuqur mirë. Që të marri dhe pak shije buka edhe nga pjesa e poshtme. Okej. Ne vendosim të këtu.
Pra, krijojmë një bazë të vogël duke hequr një sipërfaqe të voskël. Te pjesa e rrumbullakosur e simites, se pjesa e fundit e ka vetë. Po, e ka vetë, kështu që tek pjesa kësaj që të krijohet baza, i heqim, do me thënë i presim, ja këtu për shumë. Në këtë mënyrë e presim, edhe i kemi kështu që të krijohet baza dhe të thuash, do me thënë që të kenë, po thuajse në të njëjtën masë, do me thënë lartësi. Edhe kështu i vendosim gjitha me radhë, në këtë mënyrë. Dhe në këto pjesët që nuk na arin buka, për shumë, vendosim këto, që kemi krijuar. Këto të vocklat, zakonisht hahen për të testuar. Ndërsa këto shërben... që provohet të parat, kështu. Ja ta afrojmë tani këtu, që ta kemi më... Ja, e shojmë. E në të marim një edhe të hedhim... Ja, i kam këtu. I ke nxjerrë, i ke bërë gati. I kam bërë gati, atë thëmë gjithmonë. Nuk do shtojmë salcë tani? Pa tjetër që do shtojmë salcë, po i bëj një përzierje kësaj tani unë. Edhe do shtojmë dhe salcë, po do i hedhe dhe cak shumë përse. Tani salcë. Salcën? Salca jep shumë shije. Mos atë e projmë, çdo gjë, jo e tepruar. Dhe thash, nuk është salcë domate, është ndjes tani që nuk e zërëm që nga fillimi që të tregojmë. Po domatet ose në blender ose në si thuash në rende, imët, pakës qepë, pakës hudhër, rigon, si thonë borzilok, unë faktikisht kisha borzilok të thatë, nuk kisha borzilok të njom, të freskët. Kështu që mund të përdorni ose njërën, ose edhe tjetrën. Ta hedhim tani këto të tërën, se nuk është se do bëjmë tjetër shtres. Kjo ishte shtresa e kësaj, po është domate e freskët. Nuk e bëra në këta mënyrë për të aromatizuar dhe mos më ngelen. Mund të bëni edhe me fetëza domate, por kështu bëhet më mirë. Mendoj se bëhet më mirë. Edhe përhapet më mirë dhe aromatizohet domatja, me këto përbërës që neve thamë. Pra bëhet një salcë shumë e mirë. Edhe jep shumë shije. E kemi kaluar në të gjithë sipërfaqen, tani kemi copëza prosciuti, copëza salcice vudi, djathë kaçkavall, miks djathrash që ka mbetur në shtëpi, bëjini bashkë gjatë javës, i bëni një miks kështu. Me thënë e premtja, siç themi ndonjëherë, është ai pastrimi frigoriferit. Bravo, prandaj sot është e premte dhe është ajo, do me thënë, ne japim ide për të shtunë dhe për të diela, që jemi të gjithë në shtëpi, dhe këto janë faktikisht të kënaqshme shumë edhe për fëmijët. Fëmijët u pëlqen jashtëzakonisht shumë kjo lloj recetë, edhe bëjeni se vërtet do ngelen shumë të kënaqur. Do me thënë, është ajo që bëhet, si thua, pastrimi frigoriferit, për të parë se çfarë duhet të marrim për javën në vazhdim. Edhe nuk është se mbajnë më tepër këto se një javë. Jo, e vërtet, jo. Të gjithë nga pak blemte. I dim, do me thënë, në të njëjta kushte, si thua, jetojmë të gjithë dhe i dim, do me thënë, se si funksionojnë. Tani është ajo e fundit. A e doni të hedhim dhe pak spec, si thoni? Dhe shtë spec? Okej, po jo, doja të thoja që tani është momenti për të bërë një çik pushim neve. Po doja shtojmë, ne do vim prapë dhe mund t'ju themi që i shtuam dhe ndonjë gjë tjetër, kështu që... Ti presi më mirë, që të shtojmë edhe specin dhe ato. Okej, po, mirë, ashtu e bëjmë, ashtu se ato pak duhet të qëndrojnë në furrë, kështu që po e lëm punën këtu ku ju po na shihni, do ju presim, na prisni edhe ju, kthehemi pastaj. Dhe ashtu si që kemi me dëshirë gjithmonë është të mos humbasim nga puna që bëjmë në kuzhinë, asnjë nga momentet për t'ja u treguar nga fillimi në fund. Dhe u larguam në pjesën e parë duke ju thënë se simiteve në formën e një pice mund t'i shtoni dhe ndonjë spec dhe kati po zjedh t'i vendos edhe ndonjë rreth të specit jeshil, pra të prerë në fetës dhe të holla. Ato them faktikisht sepse një tjetër shije jep speci, kombinone me domaten, me djathen. Një tjetër shije dhe sigurisht gjithmonë atë që themi kanë dhe vlerat e tyre ushqimore, përveç se shijes. Çdo gjë ka vlerat ushqimore, por edhe nëse nuk ju ndodh, nuk ka problem, edhe mund mos i hedhin t'i vëmë dhe ndonjë kështu. Se tjetër shije. Të japësh edhe pak edhe ngjyrë. Ngjyrë, por edhe në shije në fakt ndryshon speci kuq nga jeshili. Këto me shumë ngjyra unë kam shumë qef edhe në gjellë kur përdoren se bëjnë pjatën shumë të bukur. Dhe shije. Edhe sallatë, edhe salatën pak më të ëmbël këto. Edhe aromën e ka ndryshe. Patjetër. Jemi në stinën më të bukur të mirë ushqyerjes. Sa të mirë që të kam dhe shiko.
se sa e përgatitur që je. Më plotson në momentin që unë ri edhe po mendoj. Po prandaj jemi bashkë me këtu. Për të plotësuar njëra tjetrën. Tani, ajo që unë hedhë më pëlqen shumë edhe pak rigon. Rigoni jep tjetër shi. E fundit pastaj janë djathrat. Po. Që do t'ja shtojmë tani, apo do t'i japim një të pjekur për para? Si e bën zakonisht? Shiko, me thënë të drejtën, këto nga që janë bukë kështu, do doja që të bënim atë thekërimin fillimisht, dhe pastaj heqim dhe të hedhim atë. Kështu edhe specat e marrin një pjekje marrin pak. Tjetër, se kjo është tjetër gjë, nuk është ajo pica e zakonshme që i hedhim. Tani këtu do t'ishte më mirë të merre një thekërim, dhe pastaj dhe që të marrësh thekërimin e mirë, këtu do të më pëlqente të ishte të vendosim furrën me erë, që të marrin do me thënë të ketë atë lartë poshtë, të ketë nga të gjitha anët, që të thekërohet edhe buka dhe jo vetëm kjo, do me thënë pjesa e specave dhe këtyre. Po kështu duke shumë bukur si një bache me lule. Po, shumë bukur ka dalë. Do t'alëm për pak minuta, sa të marrim një pjekje të thjeshtë në sipërfaqe, edhe specat, edhe buka, dhe do t'a nxjerrim për t'i shtuar më pas të djathin e picës, djathin që shkrim. Kemi gati pasaj për të ashtu. Tani, neve supën atje kemi lënë gati që do me thënë, është pothuajse si përfunduar. Nuk ka, është momenti i fundit pasaj që do të shtojmë pak qep të njo. Që i kemi aty, po, majdanozi është për servirje dhe limon. Pra merremi me kabunin. Kështu që do të merremi tani me kabunin. Duhet ta kishim ndezur një qik të tani, po s'ka gjë. Ja, gjatë pushimit, na lëvizin pak gjërat. Çfarë na duhet për të përgatitur kabunin? Ta rikthim dhe njerë në ekran recetën, ose pse jo të gjitha recetat, se jemi gati 30 minuta larg nga koha kur i lexuam, kështu që është e nevojshme të bëjmë një rifreskim të asaj që kemi bërë deri tani. Kabuni me kumbulla të thata është receta që do të nisim në këto momente për të përgatitur. Na duhen temperaturën, po ja ul temperaturën supës dhe lexojmë së bashku. 1 filxhan oriz basmati, 2 filxhan ujë, 150 gram kumbulla të thata. Na duhet 1 lugë gjalp, na duhet 1 lugë vaj, 1 lugë kanell dhe 2 lugë sheqer kaf. Pra kjo është receta, tani do ta nisim punën. Ndërkohë, shohim çfarë kemi bërë tjetër sot, meqense se po i quajmë të kryera recetat e tjera që të lexojmë, pra si picën me simite ashtu edhe supën. Pica me simite ose me bukë, pra mix djathë ashtu kjo përgatitje, sallam, 4 simite, 3 vezë. O kati nësë hodhëm vezë këtu? Shiko, nuk hodhëm vezë dhe ideja e vezëve është kjo, që në vend të këtyre për shumë mund t'i përgatisi me vezë, me qumësht edhe me djathë. Dhe i mbulojmë kështu, okej, një variant tjetër. Që delë si bukë me vezë, ajo, po e pjekur. Si një tjetër ide, nëse nuk kemi këto gjëra, do me thënë mix salam, rash edhe këto, jo që dhe te salami nuk shkon, por s'do të më pëlqente që të shtonim domate. Po se kemi dhe salcën, ato po thoja, ja, një mendje, merremi vesh. Edhe një recetën duke kërkuar ndjes që ndërprem, po për të sqaruar vezët që nuk i gjysmë filxhani me qumësh ose pana, një domate ose ketchup, gjethe borziloku, rigon, piper. Pra, atë mbushjen mund ta bëni me vezë me qumësh duke u rarë bashkë ose me pana, ose mund të bëni kështu siç ne e bëm me mix djathrash, me sallam, edhe me një salcë domate të përgatitur të freskët vetë në shtëpi. Do të përfundojmë pas pak supën me krahpule e ginger, një supë e thjeshtë në përgatitje dhe shumë e shëndetshme, e cila do 1 kilogram krahpule, ose më pak, varet për sa persona po gatuani, po që të lëshoj pak lëng të mirë doca krahpule, 1 cop ginger, 4 speca djegës jeshil, bishta qepe, majdanoz, limon, krip, piper. Pra, bishta qepe, majdanoz, krip, piper edhe lëng limoni do ja hedhim pastaj kur ta përfundojmë të japim dorën e fundit dhe ta shërbejmë në pjatë. O, sa lule të bukura. Shumë të bukura. Më shkon ka në fustanin këto lulet sot. Ato do të thosh, Janila, po e shikon, ose ma merr nga goja, ose ta marr. Ne tani do të flasë o njëra o tjetra, ose të dyja në të njëjtën kohë të njëjtën gjë. Hajde tani, fokusohemi këtu. Tani, këtu do të bëjmë këtë kabunin, që nuk është ajo kabunia e zakonshme, është një kabuni tjetër që unë do ta bëj. Do të hedhim 1 lugë vaj të zakonshëm, jo vaj ulliri, është i rënd vaj ulliri. Është vaj lule dielli, po jo i zakonshëm se është vaj gold. Pa tjetër, po do të them që jo vaj ulliri. E kuptoj. Prandaj, është mjaftueshëm, nuk duhet më tepër dhe do të shtojmë edhe gjalp. Okej. Do ta lëm të na shkrijë gjalpi. Vaj dhe gjalp. Me njëherë, hidhet vaj, hidhet gjalp, edhe të na shkriferohet, edhe të shijohet, por dhe tjetra është që mos të digje gjalpi. Kështu që i duam të dyja.
Këtu kam oriz bazmati. Oriz bazmati që edhe ky është një oriz shumë i mirë. Edhe na i bën filloj të marri Aty kemi vendosur thjesht ujë? Jo, asnjë gjë tjetër, thjesht ujin. Tani sa të shkrihet, duhet me patjetër të shkrihet gjalpi, të filloj të nxjerrë aromën dhe me njëherë do të shtojmë këtu orizin. Do të shtojmë orizin, do të shtojmë edhe pak kanellë. Pra gjysmën e sasisë kanellës e hedhim tani në moment, sepse dua që gjatë kapërdisjes kanella të nxjerrë aromat e mira që përmban, edhe pastaj më mbrapa e hedhim edhe në momentin e fundit kur do të jetë gati. Okej. Hedhim orizin. Tani, për punën e sheqerit të errët, nëse doni, i shtoni. Nëse doni, do me thënë që mos jetë... Për sheqerin kaf, ta lexoj një çik, sepse ka një diferencë, patjetër, jo vetëm në ngjyrë, por edhe në mënyrën se si prodhohet dhe në vlerat që ka. Ndaj dhe shumë njerëz zgjedhin që të përdorin sheqerin kaf, ja ku e keni në përditshmërinë e tyre, për të ëmbëltuar kafen, çajin, për të përgatitur ëmbëlsira të ndryshme. Ta lexoj pak, të kthejmë kështu? Atëherë, sheqeri kaf nxirret nga ekstrakti natyral i kallamit të sheqerit, i cili përmban më pak sakaroz, por shumë më tepër vlera ushqimore, elemente minerale të dobishme, vitamina e tjerë në krahasim me sheqerin e zakonshëm të bardhë që merret nga rafinimi i plotit të tij. Ky lloj sheqeri e ka ngjyrën kafe për shkak të pranisë së melasës, 6.5% për kafe të errët dhe 3.5% për kafe të çelët. Disa lloje sheqeri kaf, pra brown sugar, siç e keni edhe në paketim, kanë emra dhe karakteristika të veçanta. Kaq. Shumë mirë, Anila. Atëherë, unë të prita sepse ndërkohë këtu që kam hedhur orizin, do të shtoj edhe një lugë të kafes, kanellë. Edhe vazhdojmë që ta kavërdisim. Kumbullati, kështu copa apo pren? Si të duan, do me thënë, mund t'i hedhim edhe kështu mund t'i presim. Ato nuk kanë bërtham, po thjesht të kontrollojnë për merak. Janë pa bërtham, pa tjetër. Një shplarje, do me thënë, që edhe të zbuten, edhe i hedhim edhe këto direkt. Okej. Është diçka ndryshe, nuk është ajo kabunia tradicionale që bëhet me rrushë të thatë, është tjetër gjë kjo. Tani, s'ka nevojë që të a shumë të ulim pak temperaturën. Dhe filloj vallëzimi aty brenda, se kur po kërcejnë duket. Nga temperatura. Dhe tani do të vazhdojmë si që bëjmë me çdo oriz tjetër, do ulim temperaturën? Pa tjetër, do të lëmë atë dhe do të shikojmë deri në momentin që ajo të jetë bërë gati. Tani, për punën e sheqerit, nëse doni në këtë moment, nëse doni që të jetë pak si më i ëmbël, hidhet në këtë moment, do me thënë. Aroma e kanellës është për hapër, do të aroma e mirë, e kanellës, ja ku i ke, Kati? Bravo, Ranina. Do të hedhë një lugë, sepse se kam aty një filxhan unë përdora, kështu do të hedhë një lugë. Plus që ka dhe kumbullat. Kanë dhe ato janë majoshe, faktikisht, nuk përse ka ndonjë ëmbëlsi. Të gjitha kumbullat i hodhe, a? I hodha të gjitha. Ti s'na la asgjë këtu? S'më vajti mendja. Kati të ngacmoj, se ja do të jam ashtu në oriz. Kështu që do hedhim, tham, një lugë të supës oriz, jo më tepër. Tani të ndezim se e fika unë njëherë, pa dashur. Dhe do të lëmë në temperaturë mesatare. Okej, rregullojmë temperaturën që të mos na digjet pilafi. Si gjithmonë, bëhet një përzierje fillimisht dhe pastaj e lëmë të na zihet. E mbuloj me kapak, sa ajo që të filloj të krijoj ato bulzat e para, në momentin që të krijoj bulzat e heqim, ashtu siç bëjmë dhe me një pilaf të zakonshëm. Tani merremi me bukën? Bukët, po. Do t'i nxjerrim nga furra, i kemi vendosur për pak minuta për të u pjekur. Dhe tani do t'i shtojmë djathin sipër. Edhe do i vendosim prap në furrë edhe për pak sekonda. Ndërkohë edhe supa. Një aromë mirë na ka dalë neve tani në momentin që e shikon janë aq sa duhet. Shumë të mira kanë dalë. Okej. Aq sa duhet. Tani kemi djath shumë. Shikojmë tani se sa djath do hedhim. Unë këtu kam miks djathrash, që është e vërtetë. Sa aromë të mirë kanë vërtet, edhe specat. Mirë është që ta thërmojmë, ta hedhim me dorë djathin faktikisht, ashtu hidhet. Që ta përhapim mirë në të gjithë bukën. E tani për efekt hedhim me dorë, hedhim me lugë, po që faktikisht këto me dorë duen që të ketë atë, si thuash, një trajtshmëri. Po. Okej.
Shikoni sa të këndshme ka ndalë, nga temperatura me njëherë djathi ka filluar të shkri, kemi edhe një fet buk për të mbuluar edhe në furr për këto pak minuta që na kanë mbetur, po besoj se aq duhet edhe djathit për të shkrirë. Nuk do tani kjo as 5 minuta nuk do Anila ç'është se dhe fura është neve të servirim këto të tjera, të hedhim pak më tepër më se. Edhe. E kemi që e kemi tani. Se ka Shiko, të them të drejtën, nuk është se është shumë, më shumë duket kështu nga që efekti ngrirjes. Dhe duket sikur kemi shumë, por s'është. Nuk është ndonjë çudi e madhe. Pastaj secili në shtëpi le t'i hedhë sipas mundësive faktikisht. Po, një simite, një gjysmë simiteje, nëse do ta bënim bashkë atë djathin prap, një copë vogël do të dilte. Hajde gati ta vendosim në furrë që të shërbejmë ato kabunin, do ta presim edhe pak sepse nuk është gati, po të merrem me rregullimin e supës. Po, do bëjmë atë dhe pastaj do të shtuar këto qepët, mbishtet. E bëm si picë ngjan tani vërtet, se do mbulua me djath. E si mal me dëbor. Do ta shkrim tani dëborën pak. Më përpara e kishim baçe me lule, tani vajtëm në mal. Ashtu, nga fusha në mal. Atëre. Do edhim kalojmë te supa, po. Që të vim në atë klimën tjetër. Limonin duhet të marrim. Limonin e kemi këtu? Bravo Anila, si më nxjerr nga situata gjithmonë. Të thua tani, në shtëpi njeriu duhet i di ku i ka qerat. Shumë. Bishtat e qepës i kemi gati. Bishtat e qepës. Do hedhim tani. Mbaj dhe pak të hedh ashtu. Juve hidhni pak më tepër bishta e qepën, do me thënë një qep të grijeni komplet edhe hidhjani të plot. Ajo që ngelet s'ka asnjë gjë tjetër për të nxjerr. Thjesht këto tani serviri nga 3-4 krapule për person. Nuk e keni iden se sa e shishme bëhet. Një supë e mrekullueshme, me një shije fantastike, antiviroze, duhet thënë kjo, dhe e kënaqshme për të gjithë, që do ta konsumoni dhe do e thoni që ne nuk do ta lëm pa bërë asnjëherë, do e bëni gjithmonë, sepse kaq shumë do ju pëlqej, që nuk do ta ndani nga tryezat tuaja. Ndjehet aroma, edhe aroma ka një aromë gjinxheri, karakteristike të vetën, po shumë të këndshme. Edhe ashtu i freskët siç është, edhe kur zihet, edhe në supë, edhe në çaj. Unë Anila nuk e ndaj për asnjë gjë, për pjesën e limonit, sepse ne do ta shtojmë edhe një herë të jemi të sinqertë në tenxhere. Ishte thjesht për t'ja treguar. Prandaj dhe nuk e hodha limonin, juve në shtëpi, në fund fare do t'i hidhni limon dhe do t'a servini supën tuaj. Pra një supë e thjeshtë, e shpejtë, e shijshme, e shëndetshme, mbi të gjitha dhe ekonomike, por mos mendojmë se janë krapule dhe janë, si thua, të lira në kosto, por kanë shumë shije dhe vlera ushqimore. Po, edhe më mirë që janë të lira në kosto, se përdoren më shumë pjesë e pulës janë ato. Nuk kanë shumë mish, patjetër, po kanë shumë shije. Ato do të thoja që kanë shumë shije. Pra del një supë me pak kosto, por me shumë shije. Dhe mënyra se si ne përgatitëm me xhinxherin dhe me ato specat, do të bëj një lëng të mrekullueshëm dhe të shëndetshëm. Kjo është mbi të gjitha. Tani të shikojmë të shohim sepse jemi në edhe kjo do me thënë ajo është gati sa mirë e rëndësishme atë momentin që në këtë moment fiket soba më edhe mbulohet me pecet guzhine. Pra është ky momenti final që mbulohet me pecet guzhine edhe fiket. Tani ne do ta shërbejmë atë gjë apo ta lëmë ashtu? Është e nxehtë në fakt, po. Mirë, të shikojmë, neve mund të hedhim pakës. Në fakt duhet parë se ka kumbullat brenda dhe gjithë lezetin aty e kanë, që kur të merret orizi të dalin. Anila sa të ashtu. Bëj një lexim të jashtë që të bëj gati unë për pjesën e kapulis. Kati! Nuk kuptohet fare kur ka nevojë për të bërë një gjë fshehur azi. Mos shikoni recetat, hajde të shoh. Anila merr fjalën dhe flet që dhe unë të merrem diçka këtej për të nxjerrë. E kuptoni që unë fsheh gjëra këtu. Hajde, se s'kemi kohë, 1 minutë kosta për të parë recetat dhe do të kemi gati në tavolinë të shërbyera edhe orizin do të nxjerrim nga furra edhe simitet. Supë me krapule e ginger, 1 kilogram krapule, 1 copë ginger, 4 speca djegës jeshil, bishta e qepe, majdanoz, krip, piper, limon.
Edhe janë të gjitha shumë të thjeshta sot. Picë me simite, pra me buk, mix djathrash, salam, 4 simite, 3 vezë, gjysmë filxhan i qumësht ose pana, 1 domate ose ketchup, gjethe borziloku, rigon, piper, edhe kabunin tani që do ta shërbejmë në pjatë me njerë, e kemi bërë me 1 filxhan oriz basmati, 2 filxhan ujë, 150 gram kumbulla të thata, 2 lug gjalp, 1 lug vaj, 1 lug kanell, 2 lug sheqer kaf, ka qishin. Tani, jemi gati për të treguar orizin basmati kabunin pra me kumbulla, do ta shihni në pjatë, ndërkohë edhe bukët. Edhe bukët duhet i nxjerrim se na digjen. Atëre, ja po e marrim këtu. Atëre, asat mira ka ndalja, unë këto do zgjidhja sot për të ngrënë, do thoni ju, supa do t'ishte pak më e shëndetshme, po tani shijojnë. Ja, shikojnë një qik. Shisa e mirë ka dalë. A në gjallë me një pitë? Fantastike. Aromën e ka shumë të mirë. Ja, kështu. Një supë për të hampur oreksin. Edhe pastaj një copës bukë, kështu që fëmijët e duan shumë, po dhe një gjë të mbëledoj njeriu se fundjavën kemi përpara. Edhe shumë ëmbël nuk e kemi. Ashtu. Ai sa duhet. Të lumshin duart. Ja, e bëm edhe këtë kabunin me kumbulla. E bëm edhe këtë. Wow, ato bukët. Edhe, po sa të mira kanë Ç'është e dalë. vërteta bukët, edhe supa anila është si thua që është mbi tort sot. Mua m'pëlqejnë gjitha. Edhe aroma e kanellës jo, këtu. edhe kabunia Mirë tani, që ti është provojmë e neve veçantë. shpejt. A ta mbyllim, se do naftohen? Po patjetër. Të dashuran visa, këto ishin recetat që neve përzgjollëm për juve sot. Shpresoj që t'jenë të dukura të vlefshme për tryezat tuaja familjare. Uroj që t'i përgatisni në familjet tuaja, të keni një fundjavë të këndshme, të bukur, të mblidheni të gjithë rreth tryezës familjare, të gëzuar dhe të lumtur, sepse ajo na ka ngelur neve tani më. Po. Dhe miru ta kofshim të hënën këtu bashkë me Anilën. Pritane, do ju marri malli. Do ndajemi të shtunë, të diel. Të shtunën do kemi ritransmetimet e puntatave. Edhe të shkoni të votoni për atë që ju dëshironi. Ashtu, të hënë të martë, ne nuk jemi, kështu që do takojmë të mërkurën, duke shkuar gjithçka mbar, sepse News 24, ju e dini, do të jetë një transmetim maraton, siç ndodh gjithmonë, ekrani juaj i preferuar për të ndjekur në kohë reale zgjedhjet që na presin ditën e diel. Kështu që fundjavë të mbar edhe shihemi javën tjetër. Faleminderit, bashkëtakohemi në terren. Do të kemi një intervistë për të mos humbur me një personazh shumë të dashur, me një mjeshtër të madh. Ai është Hysni Zela. Ka folur pak nga të gjitha, por ka thënë gjëra shumë të këndshme, kështu që mos e humbisni në vazhdim pas publicitetit. Kënaqësi. Faleminderit.